Aleanca për shqiptarët e Arben Taravarit mbetet me një deputet më pak, ndërsa koalicionit e vlen i shtohet një deputet. Kjo pasi deputeti i ASH-s Salim Sulejmani ka njoftuar se ka dhënë ndërheqje nga të gjitha funksionet në parti, por edhe nga pozita e deputetit të kuvendit të Mashinisë së Veriut. Vendimi i fundit i Taravarit për të larguar nga vleni dhe nga ekzekutivi, Sulejmani thot se është devijim i plotë i Aleancës për shqiptarët nga kjo frymë politike dhe një largim i hapur nga qëllimet për të cilat i janë bashkuar në koalicionin vlen. Afrimi me BDI në prag të zgjedhjeve lokale ka sjell një devijim të rënd nga parimet për të cilat ishim angazhuar. Ky bashkëpunim politik është një shkelje premtimeve tona dhe përfaqësimit që qytetarët shqiptar meritojnë. Ky veprim për mua është i papranueshëm, pasi nuk mund të jem pjesë e një aleance që bëhet për arsye të interesave të ngushta politike e me njerëz të përmendur në listën e zezë ndërkombëtare për përfshirjen në afera të rënda. Ndërkaq, pas dorëheqjes së Salim Sulejmanit nga pozita e deputetit, ajo që pritet të zëvendësoj deputetin Sulejmani është Valbona Adili Emini. Emini ka qenë e dyta në listën për kandidatë për deputet në njësinë zgjedhore numër 5, ndërsa vjen nga radhë e lëvizjes Besa. Koalicioni vlen tani më ka gjithsej 10 deputet, ndërsa ASH-s së Taravarit do t'i pamundsohet krijimi i grupit parlamentar, pasi me numrat aktual më pak se 5 deputet nuk mund të krijojë grup parlamentar në kuvend.